Me afrimin e motit të ngrohtë, fillojnë të na bezdisin mushkonjat. Pse disa njerëz pickohen më shumë se të tjerët? Në këtë video do të rëndisim arsyet pse. Fillimisht do ta nisim me një humor. Biseda mes burrit dhe gruas, një mushkoj mashkull dhe një mushkoj femër. Burri i thot: "E dashur, unë do të gjua një luan për ty. Do ta pickoj dhe do ta sjell gjakun e tij për ty." Mirë, flit tani. Ndërkohë burri vazhdon: "Unë do të kafshoj një elefant dhe do sjell gjakun e tij për ty." Sigurisht dashuri, po flit tani. Burri vazhdon: "Unë do t'ju shëtis nëpër Paris me një Mercedes." Gruaja: "Okej, shko flit tani." Burri vazhdon: "Nuk më beson ti mua, unë do të marr një zinxhir floriri dhe das." Ndërkohë gruaja ndërpret: "Idiot, shko të flesh." Burri vazhdon: "Zemër, do të bëj gjithçka për ty." Ndërkohë gruaja thot: "Budalla, sa herë të kam thënë të mos kthehesh në shtëpi pasi pickon një politikan." Një dukuri jo e pëlqyeshme ndodh tek mushkonjat. Mushkonjat që na kafshojnë, jo vetëm që thithin gjakun ton, por ato urinojnë mbi ne përpara se të fluturojnë. Ndërsa ushqejnë, ato marrin më shumë lëngje se mund të përpunojnë, kështu që ato nxjerrin lëngun e tepërt për të lënë vend më shumë për gjak. Ky urinim i shpejt i ndihmon ata që të qëndrojnë mjaftueshëm të lehta për të shpëtuar shpejt pas ushqyerjes. Ndërsa mendimi mund të jetë shqetësues, kjo është një pjesë e natyrshme e procesit tyre të ushqyerit. Përveç bezdisjes së pickimeve, ato mund të transmetojnë edhe sëmundje, duke e bërë të domosdoshme marrjen e masave paraprake, si dhe përdorimin e produkteve apo veshjeve për të minimizuar ekspozimin. A të duket sikur mushkonjat të pickojnë vetëm ty dhe jo njerëzit e tjerë? Ka disa faktorë që ndikojnë për këtë. Arsyet janë: 1. Grupi i gjakut 0. Studimet tregojnë se mushkonjat preferojnë njerëzit me grupin e gjakut 0, pothuajse 2 herë më shumë se ato me grupin e gjakut A. Nëse je me grup gjaku 0, ka mundësi që mushkonjat të ndjekin më shumë. Dy, gjenet që reklamojnë grupin e gjakut. Rreth 85% e njerëzve lëshojnë përmes lëkurës kimikate që tregojnë se çfarë grupi gjaku janë. Nëse je nga këto njerëz dhe aq më shumë grup gjaku 0, mushkonjat të shënjestrojnë në sekondë. 3. Nxjerr më shumë dioksid karboni. Mushkonjat tërhiqen nga dioksidi i karbonit CO2, të cilin e nxjerrin kur marrin frym. Ata që nxjerrin më shumë dioksid karboni CO2, zakonisht njerëzit me trup të madh, janë më tërheqësh për mushkonjat. Fëmijët që lëshojnë më pak dioksid karboni pickohen më pak se të rriturit. 4. Ke temperaturë të lartë trupore ose djersit më shumë. Nëse ke ushtruar së fundmi ose ke metabolizëm të lartë, temperatura jote trupore është më e lartë dhe mushkonjat e duan nxehtësinë. Gjithashtu, substanca si acidi laktik, amonjaku dhe acidi urik që gjenden në djers mund të tërheqin mushkonjat. Kjo është arsyeja pse njerëzit që ushtrohen rregullisht mund të pickohen më shpesh. 5. Je shtatzën. Gratë shtatzëna kanë temperaturë trupore pak më të lartë dhe nxjerrin rreth 20% më shumë dioksid karboni, duke i bërë 2 herë më tërheqëse për mushkonjat. 6. Dieta jote mund të ndikojë. Disa studime tregojnë se konsumimi i birrës mund të tërheqë më shumë mushkonja. Arsyeja e saktë nuk dihet, por një teori është se alkooli e rrit temperaturën e trupit, ndërsa një tjetër sugjeron se përbërjet organike të lëshuara nga lëkura pas konsumimit të birrës janë tërheqëse për mushkonjat. Dietat ketogjenike të pasura me yndyrë dhe të ulta në karbohidrate gjithashtu mund të ndikojnë, pasi prodhojnë ketone të cilat janë tërheqëse për mushkonjat.
7. Veshja e errët. Mushkonjat përdorin dhe shikimin për të gjetur njerëzit, dhe ato mund të dallojnë më lehtë ngjyrat e errta se sa ato të çelura. Nëse vesh rroba të errta, je një objektiv më i lehtë për to. Si të mbrohesh nga pickimet e mushkonjave? Shumë nga faktorët që i bën mushkonjat të tërhiqen janë jashtë kontrollit tonë, por ka disa masa që mund të marrësh për të shmangur pickimet. 1. Vish rroba me mangë të gjata ose pantallona të gjata. 2. Përdor repelent kundër mushkonjave me përbërës efektiv si DEET ose vaj limoni eukalipt. 3. Qëndro larg vendeve me shumë ujë të ndenjur ku mushkonjat shumohen më shpejt, pasi mushkonja duhet ta dini që lëshon vezët në ujëra të ndenjura. 4. Përdor ventilator ose ajër të kondicionuar. Mushkonjat nuk i pëlqejnë rrymat e ajrit, aq më shumë kur janë të forta pasi u dëmtojnë flatrat. 5. Shmang veshjet e errta në ambiente të hapura në mbrëmje. Nëse pavarësisht këtyre masave përfundon me pickime, atëherë përdor krem ose spray që mund të jenë kundër kryerjeve ose kundër afrimit të mushkonjave. Kjo ishte video për mushkonjat. Nëse ju ka pëlqyer, ju ftojmë të bëni like, share dhe të na bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit që na ndoqët.